Në agimin e një dite vere të vitit 2021, shërbimet sekrete ruse zbarkuan në apartamentin e njërit prej gazetarëve më të njohur të opozitës, Roman Badanin. Ishte ora 6 e mëngjesit, kur zile në derës së tij në një lagje qendrore të Moskës e thyenin pa pushim 6 deri në 8 agent civil të FSB-s, të cilët mbanin në dorë një urdhër kontrolli. Për 6 orë me radhë ata kontrolluan çdo cep të apartamentit dhe dhomën, ndërsa jashtë, policë me uniforma bastisnin makinat e tij dhe të bashkëshortes. Më pas, Badanin u shoqërua në komisariat, ku u morë në pyetje për 4 orë rresht. Krimi i tij, publikimi një interviste me një vajzë që dyshohej të ishte vajza ilegale e presidentit rus Vladimir Putin. Sot, Badanin jeton në Mërgim në Kaliforni, së bashku me bashkëshorten dhe vajzën e tyre të vogël. Së fundmi, ai dhe bashkëpunëtori i tij i ngushtë, Mikhail Rubin, kanë publikuar librin The Tsar Himself, që hedh dritë mbi jetën e fshehtë të liderit të Kremlinit, përfshirë marrëdhëniet e tij jashtëmartësore, pasurinë marramonse të dashurave të tij dhe represionin ndaj çdo gazetari që tenton të jetojë për të. Vajza e fshehur dhe historia që ndezi alarmet në Kremlin. Në vitin 2020, portali investigativ Projekt, i drejtuar nga Badanin, publikoi një intervistë me një vajzë të re, Elizaveta, e njohur edhe si Luiza Rozafa, e cila dyshohet të jetë vajza që Putin pati me Svetlana Krivonik, një ish pastruese me të cilën kishte nisur një lidhje në fund të viteve 90. Analizat biometrike nga Universiteti i Bradfordit në Mbretërinë e Bashkuar gjetën 70% ngjashmëri mes vajzës dhe presidentit rus, megjithse emri i babait nuk figuron në certifikatën e lindjes. Patronimi i saj është Vladimirovna, një detaj që ngriti edhe më shumë dyshime. Pas lindjes së saj, Krivnonik bleu një apartament luksoz prej 2.9 milion poundësh në Monaco dhe përmes rrjedhjes së dokumenteve nga Pandora Papers, u zbulua se kishte grumbulluar një pasuri mbi 78 milion pound, përfshirë prona të shumta dhe një jaht privat. Putini i rrethuar nga gratë dhe sekretet. Libri i Badanin dhe Rubin përshkruan edhe lidhjet e tjera të presidentit rus, përfshirë ato me yllin e gjimnastikës ritmike Alina Kabaeva, fituese medalje sark në lojrat olimpike të Athinës në vitin 2004, marrëdhënia e tyre besohet të ketë nisur në vitin 2006 dhe thuhet se kanë 2 fëmijë së bashku. Në vitin 2014, Kabaeva u emërua në krye të National Media Group, me një rrogë vjetore prej 7.7 milion poundësh, por lista e partnerëve të supozuara të Putinit nuk ndalet këtu. Një tjetër rast i përmendur në libër është ai e Alisha Karcheva, një studente 17 vjeçare që pozoi për një kalendar erotik kushtuar presidentit dhe më pas nisi të jetonte në një apartament luksoz në një lagje elitare të Moskës. Censur, burgim dhe mërgim. Pas publikimit të intervistës me Rozavën, jo vetëm që shtëpia e Badanin u bastis, por edhe banesat e Rubin dhe gazetarëve të tjerë të Projekt. Ndërsa ndodhej me pushime në Marok, Badanin mësoi përmes mesazheve që ishte shpallur personi pa dëshiruar nga autoritetet ruse, një status që i hap rrugë ndjekjes penale dhe burgosjes. Vendosëm që nuk mund të ktheheshim më në Rusi, rrëfen ai. Në pak se 2 muaj arritëm të nxjerrim nga vendi edhe 10 bashkëpunëtorë tanë. Sot Projekt vjen punën nga jashtë Rusisë dhe mbetet një nga zërat më të guximshëm që sfidon regjimin e Vladimir Putin.